Është mesi prillit edhe vazhdon të jetë akoma ftohtë. Nuk e di se çka ka ndodhur me këtë kohën, po na çmendi. Duhet të vi me patjetër vera edhe të heqim këto rrobat e trasha, se unë personalisht nuk po i duroj dot më, nuk e di për juve. Tani për çfarë jam këtu? Kemi unboxing. Dhe po, te Glowi kishte disa ulje. Edhe unë, me qenë se pash i kishte ulje, thash të blija disa produkte që më duhen. Tani juve do thoni të t'i bësh reklam Glowi, por jo, sepse unë të jau të regoj këtu, do t'i fshej këto të tjerat. Të dhenat dhe jau të regoj që unë këto produktet i kam paguar dhe kanë kushtuar 30.000 lekë. Kam blerë 2 produkte, por duke qenë se vetëm një nga këto produkte për shembull kushtonte diku tek 30.000 lekë, është goxha ulje që me 30.000 lekë marr 2 produkte. Dhe kështu tani do t'ju tregoj se çka kam sjellë. Unë si kam parë fare, tani po e ha pakun. Domethënë, bëj porosi, më vjen porosia dhe unë nuk e kontrolloj fare. Thjesht shkoj marr atje edhe se çka ka brenda porosia. Dhe e dini se çfarë? Kam marrë këtë kremin e famshëm, këtë me jarë kërmidhi, duke qenë se është një krem shumë viral edhe që të gjithë që kanë provuar thonë që është shumë i mirë. Mora edhe unë të provoj pse jo. Pyele edhe unë përshtypjet e mia për këto 2 produkte që kam marrë. Edhe siç po i thoja, sa të hapu këta, një herë më ka ndodhur që kam marrë një porosi edhe çuditërisht atë ditë, pasi e mora porosin, tash ta hap një herë ta shikoj çka ka brenda. Edhe shikoj që nuk ishte fare porosia që kisha bërë unë, ishin gjëra komplet ndryshe. I shkroj ta faqe se thash, më falni tash, unë nuk kam porositur këto gjëra, kam porositur këto të tjera. Edhe më ndruan, ishin shumë të mirë, më ndruan. Më sollën gjërat që unë kisha porositur pastaj dhe unë i ktheva pakon dhe mora pakon tjetër. E ky është kremi. Shikoj, unë do ta përdor sot këtë. Ta përdor.